këto fëmijët e vegjël, a do e kenë konceptin e lagjeve që u rritëm, unë përkas vitit 1991. Jam sot 33 vjeç. Lagje do të thotë dhe një rrugic, lagje do të thotë një hapësirë, lagje do të thotë një fush, lagje do të thotë një mjedis ku ti ke mundësi të kesh edhe jetë sociale, jo vetëm të banosh. Që të lejosh një katraull të tillë, ku aty jetojnë, mësojnë, edukohen mbi 1300 zënës, edhe ti ngre një gradacel atje për t'ju zënë që të themun dritën dhe syve, sa gjimë shumë. Pa një pasaj interesat e qytetarëve që janë përreth tij. Unë po flas si një mësues që më dhimbset, me thënë drejtën. Plani urbanistik i Tiranës, që pa hyrë fare sa i mirë, sa i keq është, as është në terma real urbanistik, se në terma juridik është, nënkupton që lartësinë më të madhe të katit, sipas planit është 9 katësh. Çdo ndërtesë ju shihni mbi 9 kate është një ndërtesë kundër ose në kundërshtim me planin, që është dhënë nga kryeministri sepse është ai njeriu mbi të tjerët. E ka bërë me ligj, është në ligj. Jemi në një republikë ku kryeministri ka të drejtë të shkeli ligjin. Kemi marrë përgjigje nga Ministria e Arsimit, e cila thotë që shikon, ne nuk dimë gjë fare sepse shkolla është pronë e bashkisë. Nuk intereson siguria e nxënësve apo jeta e nxënësve, por thjesht shkolla është pronë e bashkisë, ne s'flasim gjë për lejen. Kemi marrë nga xhetëri një përgjigje që na është dhënë një pjesë e dosjes, jo plot, presim plot. Në fakt, me kaq sa kemi gjetur, besoj që kemi mundësinë të godasim lejen si nga forma administrative si nga ana civile.